Akrepi, shenja më misterioze e zodiakut ka hyrë në sezonin e saj dhe deri më 22 nëntor do të jetë shenja e përkëdhelur e yjeve. Megjithatë, në këtë insert nuk do të parashikojmë muajin për ta, por do të flasim për karakteristikat dhe tiparet që e bëjnë akrepin të jetë ai që është, i urryer dhe i dëshiruar në të njëjtën kohë. Akrepi është shenja më aktive e shenjave të grupit të ujit. Të lindurit në këtë shenjë gati të riskojnë dhe të ndërmarrin përsipër iniciativa që jo çdo kush mund të ndërmerrte. Ata gjithashtu janë agresiv në mbrojtjen e interesave të tyre dhe nuk dorëzohen lehtë. Kjo gjë i bën të suksesshëm në punën e tyre. Për një nga minuset e cila pengon akrepin është mungesa e diplomacisë dhe mos analizimi i thellë i gjërave, që në situatat e caktuara mund të kthehet kundra tij. Akrepi është shenja që nuk duron dot ignorancën, urren gjithashtu njerëzit që gënjejnë, janë njerëz me humor, të gjinshëm dhe të pavarur, narcis dhe shumë ambicioz, janë njerëz shumë intuitiv. Ata kanë aftësinë për të zbërthyer personalitetin e tjetrit që në takimin e parë dhe të zbulojnë synimet e tij të vërteta. Akrepat janë tipa që nëse dashurohen me dikë, dashurohen deri në vdekje. Pra për ta dashuria është një dhe vetme, edhe nëse e gjejnë, nuk e lëshojnë më kurrë. Madje edhe nëse fati nuk e sjell në mënyrë të tillë që të lidhin jetën me personin e tyre të zemrës, ata nuk dashurohen më kurrë me askën tjetër, por i qëndrojnë besnik dashurisë së tyre të parë dhe të vërtetë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi Shqiptar.